Rilindja nga 6 milion I japim në muaj inceneratorëve të rilindjes dhe shishet e verës që pi ti, shiko tash. Po mirë, si mund t'jeni kaq lehtësisht të manipulueshëm edhe lehtësisht të budallepshëm ju që jeni në ujërat e Kënetës, si mund ta pini atë ujin sikur është Red Bull. Ju hedh Këneta ujë në fyt edhe pini si Red Bull, po si ka mundsi? Po cilën verë? Ku? Si? Pse po mund të dalë edhe unë të them një budallëk të tillë, po s'ma besojnë. Nuk ma besojnë, edhe sigur të jem në gjendje të them budallëqe të tilla, nuk mi besojnë mua socialistët dhe progresistët. Nuk mi besojnë ata që më mbështesin. Po si është e mundur që ju besimtarët e Kënetës jeni kaq të gatshëm të thithni çdo lloj uji të ndotur që ja hedhin në fytë, ta merrni për shampanjë, ta merrni për Red Bull, ta merrni për ujë mineral, si ka mundsi, siç morët për shampanjë ardhin e Donald Trumpit si shpëtimtari I Kënetës. E pat dje çfarë ndodhi me zëdhënësin e Bufit? E pat çfarë ndodhi me zëdhënësin e Bufit, me një kukumjaç të Bufit që doli dhe tha Edi Rama dështoi në tentativën e tij për të shkuar në Beograd, për të takuar Vučićin dhe përmes Vučićit aty te aneksi I Kuzhinës për të bërë sikur takohet rastisht me djalin e Trumpit. E pat çfarë ndodhi? U katandis puna që edhe familja e presidentit të Shtetet Bashkuara të përgënjeshtroi Kënetën. Kuptoni ju se në çfarë lloj marrëzie ju ka futur Bufi, 80 kusur vjeçar që flet për qartë, edhe që e ka ndarë mendjen që do të bëj çorap me para Shqipërinë, se më thoshte dje një I njohur I tij, që s'ja përmend dot emrin, më thoshte ore, kur njeriu është I fiksuar, nuk ka rëndësi fare mosha. Hiç. Ecën përpara në fiksimin e tij edhe pavarësisht sa shumë rrjedh, vazhdon vendosmërisht. Po si mund të katandiset një parti politike në këtë farfeje? Do me thënë, godasin, fusin, krijojnë një thashë them, absurd, total. Madje unë nuk vajta as te funerali I Papës, sepse prisja që vllau jem Vučići në Beograd, se më shkrin fare dhe këta kënetarët e Kosovës, që kanë të tjera nota melodike ata kur I përputhen Kënetës, ata e kanë me Vučićin, po më shkrin fare me këto teori, por në këtë rast nuk është teoria, është Vučići. Pra unë nuk vajta te funerali I Papës, se prisja Vučićin që të më merrte në Beograd dhe aty të takoja si rastësisht djalin e Trumpit. Dhe këtë po përpiqej ta bënte ambasadori Grenell, që është një person shumë I respektuar, me cilit unë kam një njohje dhe një miqësi krejt normale, po që kurrën e kurrës as nuk do t'ja kërkoja një gjë të tillë, as nuk do angazhohej në një gjë të tillë, po për çfarë duhet shkoj unë në Beograd apo ku të doni ju që të shkoj takoj çunin e presidentit. Për çfarë? Apo se kështu funksionon te Këneta me çunin e babit,
me çunin e babit. Duhet takosh çunin e babit që babi çfarë? Çash. Edhe u detyruan ata, edhe ambasadori, edhe çuni, që të përgënjeshtrojnë Kënetën. Kënetën që deri dje bënte sikur hynte dilte për salc kosi ke shtëpia e Trumpit. Na soll edhe laten këtu, Latifi. $6 milion, po $6 milion nuk e di unë domethënë, në $6 milion Latifi me çka kam parë unë mund shkoj, nuk e di se ku shkon për $6 milion. Për çfarë? Për çse? Për të marrë $6 milion kot. Lëviz tifja ku të dush ti. Po ç'lidhje ka kjo me Amerikën, ç'lidhje ka kjo me presidentin e Amerikës, ç'lidhje ka kjo me politikën amerikane? Ç'lidhje ka kjo? O Zoti i madh. Edhe një gjë tjetër që mos të largohem nga tema. Ne nuk japim para për inseneratorët, i dashur. Nuk japim para. Ne japim para që të vazhdoj të mbahet pastër Tirana. Landfillin e Tiranës e ka shteti sot që flasim. A më kupton çfarë po të them? E ka shteti. E ka agjencia e aseteve të sekuestruara. Prej kohësh tani më. Aty janë njerëzit e vënë nga shteti dhe marrin para për të bërë punën, sepse kushton ajo punë. Kuptove? E kam thënë atëherë, nuk donte të dëgjonte një pjesë, po e kam thënë, €25 për tonë, është një çmim që nuk e gjen sot në Europë, asgjë kundi. Dhe nesër, pas nesër, kur të duhet të bëhen zhvillime të tjera në këtë fushë, si do gjenden çmime kaq të ulta? Allah. Ti e ke fajin që livadis Aliu, domethënë, bufi, sepse ke përdorur si gogol për të mbajtur pushtetin, se deri dje po të protestoje poshtë kryeministrisë dhe le 4 të vrarë dhe thoje që e ka në dorë ligjin AY. Po 12 vite çfarë bëre ti, çfarë drejtësire bëre, po e gjete Kënet dhe i futet në mushkonjat, shporruni. Tani, Landi, nuk e di domethënë, po ti jeton me të përditshme në këtij vendi, si çfarë bëra unë, po kush e bëri reformën drejtësi. Po si ndodhi për shembull që edhe vetë bufi pati një periudhë kyçje në balkon për punët që i ka drejtësia. Fatmirësisht, Landi, në vitin 1990, populli shqiptar vendosi që i pari i qeverisë dhe partia që qeverisë dhe qeveria nuk burgosin njerëz dhe nuk bëjnë gjyqe. U mbajt në mënyrë të pabes ndaj shqiptarëve shpata këtu në të zyrë. Por pikërisht se unë jam tjetër lloj specie, e dorëzova shpatën, Landi. Nuk kam unë shpatë këtu në zyrë për të bërë atë që është bërë që nga 1912 me drejtësinë, për ta drejtuar unë, sepse unë besoj tek të tjera gjëra, tek të tjera vlera dhe parime, fjalë vërtet, dhe besoj tek demokracia, dhe unë dua të fus Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk futet me shpatën e drejtësisë tek zyra e kryeministrit, po futet me shpatën e drejtësisë në dorën e drejtësisë. Dhe ky është një proces, Landi, më kupton?